Një paradoks i dhimbshëm ka dalë në pa pas përfundimit të numërimit të votave preferenciale në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të paktën 23 kandidatë Partisë Demokratike kanë fituar bindshëm në listat e hapura, por kanë mbetur jashtë kuvendit për shkak të numrit të ulët të mandatave që janë caktuar PD-s në qarqet përkatëse. Lista e fituesve pa mandat përfshin emra të rinj dhe figura me kontribute në opozit. Në Tiranë, Ilir Ali Mehmeti, një nga figurat më të votuara në rang kombëtar me 13.139 vota, nuk do të jetë pjesë e legjislaturës së re. Tjetër rast është i Gjemal Gjungshit në Dibër, i cili ka marrë 5.693 vota, më shumë se çdo kandidat tjetër në listë, por PD-ja arriti të marrë vetëm 2 mandate, të cilat shkuan për emrat e listës së mbyllur duke e lënë ish generalin jashtë parlamentit. I njëjti fat për Aulon Kala në Durrës, që me 7.069 vota preferenciale u renditi dyti pas Arjan Dojit, por demokratët siguruan vetëm një mandat në listën e hapur. Në Berat, Farid Mahmutaj me 7.171 vota dhe Lefter Maliqi me 4.801 u lan jashtë, ndërsa në Fier Gentian Çela me 7.080 vota nuk arriti të sigurojë një vend në kuvend. Në Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër dhe Vlorë, 10 kandidatë të tjerë me mira vota ndanë të njëjtin fat. Kjo tregon pazarin e Sali Berishës me listat. Në listën e mbyllur futën njerëz besnik të tij, ndërsa ata që kanë votë elektorale mbeten jashtë. Por vota ndaj emrave më sipër është edhe një lloj goditje ndaj Berishës, pasi qytetarët votuan ata që kryetari nuk i preferoi.